Almir, tani unë kam parasysh se kam thënë dhe njëherë tjetër këtu kam pasur një doktor të ftuar, unë vdes për këto serialet me mjekësi. Që hapet ajo dera aty i ari, do me thënë bëhet nami, një ikën, një vjene, dhe kam parasysh gjithmonë një imazheris që vrapon dhe thot, se i gjeta këtë, mos hynë, mos ndërhynë. Do me thënë, ka kështu ngjarjesh emotive kaq të forta, ka emocione kaq të forta me të vërtet. Ka jashtëzakonisht emocione të forta dhe ajo periudha që thotë që mjekësia është art, pikërisht në këto momente kapet. Për shembull, nuk harroj, para edhe 10 vitesh, ishte një djalë, ishin 2 binjak 16 vjeçar, i cili paraqitet në urgjencë thjesht me kruarje të trupit dhe me reaksion. Që ti kur shikon një pacient tillë, mendon që pjesa e imazherisë nuk ka fare lidhje me këtë gjë, sepse është një reaksion alergjik, le të themi. Dhe paraqitet për bërë një eko barku dhe gjëja e vetme që shikoi në eko ishte thjesht ujë në bark. Dhe nuk e di si më erdhi në atë moment diagnoza, mendova që është një qese ujë e mëlçis nga ekinokoku, që është term mjekësor, që kishte plasur dhe kishte shkaktuar kjo të gjithë këtë fenomen. Dhe sigurisht që mjekët e tjerë, kolegët e mi thonin, po prit se ekoja nuk mund ta përcaktoj këtë gjë dhe unë kisha një bindje ekstreme që kjo do ishte. Dhe ari deri aty sa futem me agën brenda barkut, marr ujë dhe çoj për analizë dhe doli pikërisht ajo dhe jeta ti shpëtoi. Dhe nëna e djalit është mjeke farmacisë sot dhe ne akoma jemi kthyer në miq familjar dhe them nuk është se më erdhi mua, ishte thjesht ajo instinkti apo zgjidhja e atij momenti dhe në mjekësi shpesh herë pikërisht ajo intuitivja e atij momenti që ka sigurisht lidhje nga formimi jot i përgjithshëm të bën që të zgjidhësh raste që në një moment tjetër mos ishin zgjidhur.